tanıyoruz. Biraz bilgi verebilir misiniz? Bu yıl galiba en çok film katıldığı bir dönem olacak. Bu yıl 2300 filmden 250 tane film programa alındı. Bir süresi yarışmada, bir süresi de spesiyel programlarda oluyor. Bu yılın çoğu filmlerin Nordik hükümetlerinden geliyor. Yani Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve İslanda'dan. Bu yıl açılış film Stories We Tell, Sarah Paulin'in Kanada yani Oscar alan bir rejisörün açılış olacak onun. Peki Türkiye'den toplamda kaç film var? Türkiye'den kısa filmler ve bir de belgesel film var. Numarasını tam bilmiyorum. Ama biliyorum ki filmler Türkiye'den var ve bizim Türk kolegimiz yani Özge Talafato Arap programını seçti bu yıl. Öyle ki bizim bir ayrı special program Arap filmleri var. Bir Türk asistan programlardan var. Çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Në çfarë gjuhë dëshiron, anglisht apo shqip? Në shqip. Tamam, kayıttayız. Është një kënaqësi e veçantë që të jemi këtu prezent në qytetin e bukur të Prizrenit, në një ngjarje të veçantë siç është Dokufesti, që mbledh njerëz nga pjesa më e madhe e botës, sa të dashur, njerëz të artit, njerëz të kulturës, dhe një herët që sjell më afër jo vetëm qytetin e Prizrenit, por edhe të gjithë Kosovën rreth qendrave të tjera të artit dhe të kulturës, dhe që promovon në mënyrë të vazhdueshme kulturën e vazhdueshme që populli ynë ka dhe qytetarët e Kosovës kanë. Shpresoj që këtë javë të kaloj mirë dhe të gjithë atë dashësit dhe mysafirët që janë në Kosovë që qëndrojnë për shkasin e kësaj jave dhe të Dokufestit të kalojnë një javë të mirë dhe të ndanë përshtypje të mira, sepse kanë çka për të parë në vendin tonë, në kulturën tonë, por dhe çka të shkëmbejnë me jo vetëm në qytetin e bukur të Prizrenit, por të gjithë Kosovës. Bugün tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Prizren zaten Osmanlı mimarisiyle ünlü bir kent. Dolayısıyla bugün burada olmaktan çok mutluyum. Önemli bir film festivali başlıyor. Bütün hafta boyunca hem yurt dışından gelen işte aktör ve yönetmenlerin hem de Kosovalıların güzel bir hafta geçirmesini diliyoruz. Yeah, that is, it's only in German. Actually, we're doing it on Monday in Rapcha. Udhëtojnë korridorin e gjetër. Fushat sensibilizuese për mbrojtjen e ambientit. Ladies and gentlemen, to creating the civilization. We know that as you become more sophisticated, deep within you, a sense of fear. Of Dokufest. Një të tonë
Senza di risorse per l'ordine e ambienti. Rural Living Health. The shop senza di risorse per l'ordine e ambienti. Më vjen mirë që jemi edhe një herë në hapjen edhe të një edicioni të festivalit DokuFest. Është edicioni 12 dhe për këto 12 vite DokuFest me të vërtet ka arritur që të bëhet ndoshta eventi më i mirënjohur dhe cilësor kulturor në Kosovë, i cili ka kaluar kufit e vendit tonë dhe me të vërtet ka arritur që të bëhet eventi respektuar në rajon dhe në Evropë. Është padyshim rrjedhoj e një pune dhe përkushtimit të një ekipit të dedikuar, por edhe mbështetjes së madhe edhe të sektorit privat, por në veçanti të institucioneve publike. Ministria e Kulturës e ka mbështetur që nga themelimi këtë festival dhe më vjen mirë që edhe këtë vit padyshim e ka mbështetur biles më shumë se sa çdo vit tjetër. Nga ajo që unë kam pa, programi është me të vërtet program i shkëlqyshëm dhe unë besoj që do të ndikoj që Prizreni, si që ndodhë rëndom kër mba DokuFesti, të jetë edhe më shumë gjallëri, me qenë se në këtë kohë gjithmonë shëndrohet në një pikë gravituse për gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe për shumë vizitorë të huaj që vinë për ta parë DokuFestin. Deep inside you, am I doing the right thing with my own borders? Dhe ndoshta sonte. Possible. Have a nice festival. When you're in the middle of a story, it isn't a story at all, but only a confusion, a dark roaring, a blindness, a wreckage, shattered glass and splintered wood, like a house in a whirlwind or else a boat crushed by the icebergs or stop it. It's only afterwards that it becomes anything like a story at all, when you're telling it to yourself or to someone else. Let's do that. I just think that I might be sweating through my shirt. I'm ready. Sometimes what this is that you're trying to do. 2 cameras, re-recording it visually. What about it? I mean, it's not a normal way of doing it, is it? I don't know. We've told you it's a documentary, but it's an interrogation process. What? It's an interrogation process that we set up. Okay. It honestly kills. Do you really? Are you really? Fucking sweaty. How far down? Where's my frame? How are my breasts? Okay. Shoot.